Grupi punues për organizimin e epopesë së UÇK-s u mblodh të martën në Ministri të Mbrojtjes me qëllim të bashkërendimit, por një karrige mbeti bosh, ajo e organizatës së veteranëve të dalë nga lufta. Këta mosparaqitjen e arsyetojnë me mënyrën se si u përmendën nga kryeministri, duke u thënë veç një përfaqësues nga veteranët. Po nuk ka figuru në emër i Joni, sepse shoqata dalën nga lufta kanë kryetar, kanë përfaqësues të tyre. Kryetari ishte një Gucati, është kryetari i organizatës veteranëve të luftës, ai invalidëve të luftës është Pasmir Shur dhe pastaj ky i familjeve dëshmorëve Xhaveti Ashari, ata kanë mujt me cek njërin për emra aty. Nuk na kanë vlerësuar sa duhet. Veteranët edhe më shumë i hatroi emaili përmes së cilit u caktua termini i takimit. Edhe ai marrë edhe shtofëndus, do të thotë fara në kohë trajtim dinjitoz ndaj kësaj kategorie është të ndëruar aftorit me një pjesë, ashtu që e kemë publikuar edhe dje. Edhe një farë formë është edhe si urdhërejës dyqysh. Pjesëmarrja juaj është e domosdoshme, prandaj kjo qasje neve nuk na ka pëlqyer fare. Edhe pse e vonuar, qasja ka qenë jo e mirë, jo e duhur, ka shi ne, se kam përfaqësojmë ne. Prandaj është ofenduar se nuk do të marrin pjesë. Mungesën e tyre e vrejti edhe një antar i këtij grupi punues. Mungesën e vrejtat të organizatave të dalën nga lufta me të rastun e si antari i këshillit adresova këtë çështje dhe mora përgjigje nga kryesuesi se shoqatat janë pjesë e vendimit të këshillit dhe të njëjtën ku janë ftuar përmes email adresës. Sidoqoftë takimi u zhvillua gjerë në fund dhe u kuptua risia për këtë përvjetor. Nxënësat në shkollë dhe ditën e parë t'ia kushtojnë epopesë së UÇK-s në nivel nacional në gjitha shkollat e Republikës Kosovës dhe të njëjtën kohë përmes asociacionit marrën edhe akademi, në këtë rast akademi zyrtare nga kuvendet komunale. Megjithatë nuk përjashtohet mundësia që para 5, 6 dhe 7 marsit organizata e veteranëve të takohet me bashkëkryesuesin e këshillit.